Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Goditje me Molotov përpara ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Në orët e mesditës është hedhur koktejl Molotovi përpara objektit të ambasadës së Bullgarisë. Zjarri preku 2 vetura të ambasadës. Në terren ndërhyn ekipet e zjarfikse ndërsa shihen të pranishëm dhe zyrtar policor. Të dhënat paraprake tregojnë se incidenti është shkaktuar nga një kalimtar i rastit, i cili ka lyer veturat me lëndë të djegshme dhe më pas ka hedhur shishe me Molotov. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut, Bekim Sali, në hapjen e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkojnë investim të vazhdueshëm në institucione demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet afatgjatë, siguri dhe begati. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat europiane. Sipas saj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat europiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi i zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate dhe thotë se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj dhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha parlemëroi se kryeministri Edi Rama po përgatit largimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balloku nga Shqipëria. E keni marrë po i përgatit Lubis Aratisje, po i përgatit absolutisht Lubis largimin në një shtet tjetër. Këtë e kam nga burime të mirë informuara. Pas daljes nga SPA, ku paraqit për masën e sigurisë të vendosur ndaj tij, Berisha vjoi me akuzat ndaj shefit qeverisë, ndërsa nuk munguan dhe dyshimet ndaj kryeprokurorëve të SPA. Kushtetuta e detyron të hetoj krimin zgjedhor dhe unë kam sot detyrimin të informoj se nga 43 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar. Largohet nga radhët e grupit parlamentar deputeti e Partisë Socialiste Mariana Koçeku. Largimi i saj u lemrua gjatë protestës para kryeministrisë. Po sa po erdhi një lajm që tregon sa e madhe është kjo protestë. Sot një nga kurtë e shaut Partisë Socialiste sa po ka rënë. Një deputete ka dhënë drejtë nga Partia Socialiste. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shkruan se do të ishte deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam patur dhe i kam shprehur përpara se të asociohesha me një parti. Ato më tregojnë kufit, shkruan Mariana Koçeku, kryesuesja e listës së qarkut të Shkodrës nga radhët e shumicës në pushtet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.